Bullizmi është një fenomen global dhe një nga sfidat më shqetësuese që përballet shoqëria moderne, sidomos të rinjt. Bëhet fjalë për një sjellje të përsëritur dhe agresive, e cila përfshin një çekuilibër të fuqisë, ku një apo disa persona ushtrojnë presion psikologjik, emocional apo fizik ndaj një individi tjetër më të dobët për një periudhë të caktuar kohe. Sipas përkufizimeve psikologjike, një person konsiderohet viktimë e bullizimit kur ai apo ajo është i ekspozuar në mënyrë të përsëritur dhe për një kohë të gjatë ndaj veprimeve negative nga një ose më shumë persona dhe ka vështirësi të mbrohet vetë. Adoleshenca është një periudhë e brisht dhe vendimtare në zhvillimin psikologjik të një individi. Gjatë kësaj faze, të rinjt janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme si presioni i grupit, modelet familjare dhe ndikimet mediatike. Punonjësia sociale Valbona Myzeqari, e cila është aktive në institucione shkollore dhe komunitet, shprehet se shkollat po përballen çdo vit me rritje të rasteve të bullizimit, të cilat shpesh nuk raportohen në kohë. Prindrit, mësuesit dhe vendnxënësit kanë nevojë për më shumë ndërgjegjësim dhe edukim në menaxhimin e këtyre situatave. Po, bullizimi ndikon ndjeshëm në rritjen e agresivitetit tek adoleshentët. Bullizmi nuk ndikon vetëm tek fëmijët që bullizohen, por gjithashtu edhe tek fëmijët që bullizojnë. Kur fëmijët bullizohen, ndjen një tension të vazhdueshëm, një tension të fortë që shpesh shpërthen në forma agresive dhe në dëmtim të vetvetes. Cilat janë shkaqet që i çon një adoleshent për të bullizuar? Shpesh është nevoja për pushtet dhe kontroll. Që do të thotë, fëmijët kanë nevojë të ndihen të fortë dhe nëpërmjet agresivitetit dhe bullizimit të dominojnë të tjerët. Kjo vjen dhe nga vetbesimi i ulët që kanë këta fëmijë. Fëmijët që ndihen të pavlerë shpesh e përdorin agresionin si një formë për të rritur vëmendjen ndaj të tjerëve. Një tjetër shkak është edhe imitimi i sjelljeve të personave të rritur. Shpesh kjo ndodh në imitimin e familjarëve të tyre. Në këtë formë mund të jetë babai apo nëna apo ndonjë vëlla dhe motër më e madhe. Mungesa e ndjeshmërisë, sidomos në këtë kohë që po jetojmë, mungesa e empatisë është një karakteristikë që po vihet re më së shumti tek fëmijët adoleshent. Xhelozia ose konkurenca që kanë midis njëri tjetrit. Edhe ky është një nga shkaqet. Ç'mund të bëjmë për ta reduktuar pak bullizmin që ndodh shpesh nëpër shkolla? Një nga pikat kryesore është fushata ndërgjegjësuese. Është shumë e rëndësishme që shpesh herë ne vetë i përfshijmë fëmijët në fushata ndërgjegjësuese, ku të kuptojnë se sa e rëndë është të bullizohet, por dhe të bullizojnë. Mbështetje psikologjike e vazhdueshme nga stafi i shkollës, nga psikologët, punonjësit social, por dhe puna e ngushtë midis stafit pedagogjik dhe prindërve. Është shumë e rëndësishme që të krijojmë fëmijëve një ambient të sigurt dhe pozitiv në shkollë.